Shërbimi social shtetëror në Vlorë gjatë muajit mars ka mbështetur 1443 familje me ndihmë ekonomike, ndërsa 4553 familje të tjera janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar sipas kategorive përkatëse. Drejtori i Shërbimit Social Shtetëror në Vlorë, Eno Koleka, thekson se ndër përfituesit përfshihen kategori të ndryshme, si familje me gra kryefamiljare, familjet me probleme sociale ekonomike, rastet e dhunës të familje, si dhe individ me statusin jetim. Për muajin mars, kanë përfituar ndihmë ekonomike 1443 familje dhe janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar 4553 familje, të ndara këto sipas kategorive përkatëse. Po referuar pikërisht të kategorive më në nevojë, cilat janë ato që trajtojnë? Kategoritë më në nevojë që janë, kemi të bëjmë me familje që kanë gra kryefamiljare, familje që kanë probleme sociale ekonomike, kemi gjithashtu vajza nëna, kemi përfitues të kategorive të veçanta, siç janë statusi i jetimit dhe kategoritë e dhunës në familje. Koleka nënvizon gjithashtu se pagesa për ndihmën ekonomike jepet çdo muaj, ndërsa për kategoritë të veçanta, familjet në nevojë mund të drejtohen edhe shërbimeve mbështetëse. Për personat me aftësi të kufizuar, shërbimi social i referon ato pranë komisioneve përkatëse për të përfituar ndihmën. Ai është ndalur edhe tek mënyra e aplikimit për të përfituar nga këto skema. Normalisht pagesa e ndihmës ekonomike është një pagesë të kesh. Kuptohet që për sa i përket përfitimeve të tjera në shërbime, qytetarët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike mund t'i drejtohen organizatave jo fitimprurse, mund t'i drejtohen shërbimin mbështetës të Bashkisë Vlorë për familjen dhe për fëmijën. Dhe për personat me aftësi të kufizuar, ne në Komisionin Biopsikosociale referojmë për shërbime, që ato mund të marrin shërbime në qendrat komunitare të përkujdesit shoqëror. Aplikimi për ndihmë ekonomike në datat 1 deri në 10 të çdo muaji, pranë administratorit shoqëror, anëtarët madhor të familjes deklarojnë të ardhurat që ato kanë dhe pastaj sistemi në bazë të një formule të pikëzuar i nxjerr përfitues ose jo. Shërbimi social shtetëror në Vlorë vijon të mbështesë kategori të veçanta nëpërmjet ndihmës ekonomike, veçanërisht familjet me probleme sociale ekonomike, si dhe grupet në nevojë.